Bismillah, një dua mos e harro. Abu Darda radiallahu anhu, një sahabi shumë i njohur, faqih, qadi, lexuesi i njohur i Kur'anit, transmetuesi i haditheve të Rasulullahut, ansariu i fundit i cili e pranoi Islamin. Abu Darda tër natën u fal duke qajt dhe duke përsërit vetëm një lutje. Ajo ishte: o Allah, ashtu si që ke përsos krijimin tim, përsos e bëje të mirë ahlakin, sjelljen time. Besimtar, besimtare, vëlla e motër. Abu Darda kaloi natën duke u lut veç me këtë lutje. Pse? Mos harro se me moral ahlak të mirë hyjet në xhennet. Atëherë, mos harro me i përmisu sjelljet e tua. Mos harro me i përmisu qëndrimet e tua. Mos harro me i përmisu shprehjet tua. Mos harro me i përmisu raportet tua me prindërit, me familjen, me miqt, shokët, etj. Mos harro me i përmisu me i korrigju temat tua, shkrimet tua, publikimet tua në Facebook, në Twitter, në Instagram, TikTok, etj. Krejt për fund, dhe në fund pra, mos e harro këtë lutje: o Allah, ashtu si e ke përsos krijimin tim, përsose bëje të mirë ahlakin, sjelljen time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.